Segmenti rrugor tërësisht i amortizuar prej rreth 4 kilometrash që të çon drejt pikës turistike dhe historike të Gurëzezës në Sakran të Fierit prej 17 vitesh nuk njeh asnjë investim, duke u kthyer në shqetësimin më madhor për banorët e kësaj zone dhe jo vetëm. Sipas tyre, përveç vendbanimit të lashtë i lirë, kjo rrugë të çonte drejt të qes 400 vjeçare të Baba Refatit. Shehu i të qes Pëllumsula i pohon se rruga e dëmtuar ka paksuar ndjeshëm vizitat e besimtarëve dhe ka ndikuar në zbehjen e festimeve tradicionale së bashku me shpopullimin e zonës. Është që nga 2009 që është bërë dhe 2026 është një problem i madh për turizmin dhe problemi edhe për besimtarët. Tash turistët këtë vit që jemi në 2026 ju na femi madh se 2 turistë kanë parë gjitha. Kur nga vitet e tjera kanë ardhur po me vështirësi me motora, me kupton ato motorat e mëdhenj që vinë lart, edhe kanë kërkuar si ka mundësi që rrugë mos bëhet. Kur këtu ndodhet edhe një qytet antik i Gurëzes që e vizitojnë, e në brendësi të kësaj është edhe një teqe bektashiane e sektit Rufai, domethënë e sektit Rufai bektashizmit, që shërbej edhe unë atje. Edhe besimtarët të kondi janë reduktuar, domethënë këtë vit ka qenë më e keq nga të gjitha viteve. Problemi i rrugës, se rruga është problemi ajo që jep turizmin, jep të gjitha të mirat për lart në Gurëzes. E kemi bërë dhe me afruar 2 persona, i kanë bërë rrugën prej 4 km rrugësh, e kanë riparuar, e kanë rregulluar dhe kemi pasur një takim me zotin kryetar dhe na kanë premtuar, më ka thënë që pullum kjo rrugë na përket të gjithëve. Edhe themi që ta rregullojmë. E njëjta gjë është. Pra nuk pavarësisht premtimeve nuk është bërë asnjë gjë. Nëse kjo rrugë do të ishte e shtruar, sa? Në rast se kjo rrugë do ishte e shtruar, sot neve nuk do flisim ku jemi sot këtu, po do flisim për të mirë latë më të mirë. Edhe atje këpondi edhe do pishin kafe në një gjë, këpondi edhe do ratosh edhe shpirti i njeriu. Ore kënaqet robi kur ikën me makinë se s'ka më sot që ti kish me mushk, me gomare, ku diun në çanto gjëra. Ky segment tani që është i pashtruar, për sa? Në rast se do ishin punuar nga 2009, 2026, i bien 150 metra, 4 orë, do të thotë që kjo do kishte përfunduar sot. Kaq të punon e bashkia apo komuna gjitha ato gjërat që mos forcoheshin shumë gjoja, forcoheshin shumë, por duheshin përfunduar. Ajo asnjë gjë. Me këtë kushte që është tani do 1 orë e 1 çerek ose 1 orë e 20 minuta që të shkosh me makinë edhe të shqyesh makinën. Gjuna fillon me makina juaj apo makinë kujt do qoftë, vi lart. Ndërkohë për banorët e Sakranit, amortizimi i këtij segmenti jetiku ka vështirësuar përditshmërinë. Sipas tyre, ky segment rrugor u shërben për të shkuar në tokat e tyre, në varrezat e fshatit, ku mes peripecive përcjellin për në banesën e fundit të dashurit e tyre, teksa theksojnë se këtë vit edhe turistët e kanë braktisur tërësisht zonën, pasi kthehen nga rruga teksa shohin gjendjen e vështirë të saj. Unë jam Gëzim Bregas nga Sakrani, jam i rritur dhe banuar në këtë fshat 80 vjeçar. Ne kemi shumë të nevojshme se kemi lartë vendin e mirë, vemi falim e bëjmë lutet e Perëndia, kemi varreza, kemi tokë, kemi udhim, edhe tashi me gomane s'kemi sa gat sot që të vemi të punojmë tim ne të bëjmë tashi. Rruga duhet, marrë në makinë, dikush ka, dikush s'ka, po vetëm i dhe lartë është shumë e nevojshme për Gurëzezën. Gjatimi zbellaf që është shumë e vështira. Gjatimi vetëm me gomane me vojnë dynjan, unë kam athesë me ullin në krah. Edhe ullin e zhesh turp faqezë sot në këto që të thosh mash ullin krah të vjen aty. Se rruga po thoj është nuk do shumë punë të madhe. Vetëm një thik do, kështu është me rrugë ta bën, nuk do një shpenzim shumë të madh. Mi çau të letë një herë s'ka asgjë. S'ka as ura, as tujt, as tuas gjafare hiç. Përballë kësaj situate, ata pohojnë se janë ankuar disa herë ndër vite si në njësinë administrative, ashtu dhe në Bashkinë Fier, por situata vijon të mbetet e pandryshuar. Ajo rruga atje ka qenë rrugë këmbësore me kafsh. Tashi ne në 2026 akoma kaloj me kafsh, sepse bashkis neve i japin lek komunës taksat të papara, na marrin taksa ujë, taksa rrugësh, taksa plerash, taksa rrugësh, taksa dritash, edhe atje akoma arrin të vesh me kafsh në Gurëzezë. Gurëzeza njihet me kalin, me atë pojanin që është ajo, është e pa llogarishme.
këtu vinë ai njeri që duan të venë në Gurzes, vend, themi ne kemi një rezervuar gjatje lartë dhe nuk gjiten me makinat, sot që është behar, po le në dimër që nuk arrinë. Banorët apelojnë një zëri për sistemimin e këtij segmenti rrugor i cili po penalizon ndjeshëm jo vetëm jetesën e banorëve, por edhe turizmin.